Unë kum dashtë me punu, edhe një njeri kur dën me punu, ku do të qoftë mundet me bo. Veç nëse punon me shpirt edhe punon që është duhet, gjithmonë ka punë. Nëse që është më nëgjes, tu, o zot, inshallah nuk gjej punë, kur nuk kemi pas punë. Për shëndet, për gjithë shka është shumë ma mirë se në qytetë të. Gjithë shka, na qka të menojmë bashkë, hiq pa e thonë. Unë për vetë jem këthy në fshat, se ajri ma i mirë, ambienti, qetësia, nuk mundesh me pas stres, nervoz, kur gjë në fshat. Këto e pyta, para shumë, po tash zonjat e kanë ndoshta një përshtypje tjetër. Ju që i keni bo disa vite, ju ka ro me përjetu edhe luftën, mbasi keni kalu në për sfida të ndryshme, zonja Mimoz. Edhe kur paraqes në për emisionin tam, si shembuj që e shohim një qef të cilët ndërtohen bashkë, gjithçka prej zerrës, po du me të pyet para shumë, kur erdhët në Keqekoll, kur dashtet me ndërtu diçka, ju thatë që i kemi banorët shumë mirë, po a për shembull një grua që marrën kafe, një grua që është bashkë themeluese e këtij biznesi, a para gjykimet e banorët apo jo? Apo s'tani ti heq? Valla jo nuk ma ka nit heq. A jo, le të thojnë çka dojnë. Le të thojnë çka dojnë, është problemi tyne. Unë kum dashtë me punu, edhe një njeri kur dën me punu, ku do të qoftë mundet me bo. Veç nëse punon me shpirt edhe punon që është duhet, gjithmonë ka punë. Nëse që është më nëgjes, tu, o zot, inshallah nuk gjej punë, kur nuk kemi pas punë. Që kjo është për mu, thonja. Shjeje pak qajin. Filluat edhe me ushqim, apo përgatit ti? Po, ne. Na këtë biznis e majmë, unë, burri edhe vajza. Familjar, dhe më thonë, është biznisi. Unë përgatis, kemi edhe market, nuk është zadrugë është kjo. Unë jem zadrugore. Jo me vogël, po me shumë gjëra. Me gjana kryesore që i duhen, do me thonë, një familje nëse del në vikend, edhe jetë nuk harron diçka, i gjenë. Është anisani mirë që të vinë me bia, me gru, ka njës familjar. Është mirë që është ndërtu, vend nuk është vend i burrav, po është vend i nonav, i motrav, do me thonë vinë gjdo klientela është e mirë, nuk ka veç burra se në përkatune në kafe, po ka femra, ka do me thonë vinë gjyshet, nona, krejt, gjitha. Kallëzënëm tash, po du me një për zonjës Mimoza, prapë se prapë ma falë, zotë javni, qysh u ndërtu t'ju dy së bashku kështu? Dhe që nga kanë të mi. Unë e këto e ku pyet. Prej që jemi konë shumë të ri. Pa tjetër. Shumë të ri kemi qenë, do me thonë jem bashkë. Po, ndërkohë na pëlqej prej pandemisë, ma herët nuk kom qenë këtë mësajnë në këtonë, asë njëre. Po prej pandemisë kemi ardhë edhe na ka pëlqy për shëndet, për gjithë shka është shumë ma mirë se në qytetë këto. Amo ju dë që sheni njoftë. Na për shka keni kalu. E lusëm dinin, cigare nuk na lejohet në kamerë, zotë jam, ne na falë që për pak kina ka fundi, masanej edhe jesmi bashkë. Po bashkë. Ju dë që shë njoftu, po du me, a di pse? Se në qëtë emision, para shumë e këshyrin edhe rinijat që ma përcilin serialin, edhe du me përcil veç mesazhet mira. Po, qaja. Qështë njoftu t'ju dhe? A pa të keq kuptime? A i pëlqenjë në joni ma shumë joni tjetërit? Një këngëtare ke morë të ke funi zona Mimoz, ta kishë prasy. Po, normal. Jo, jemi njoftu në Prishtinë, do më thonë, një nej, kur kemi qenë të ri, edhe kemi... Ka fiqi ura me 3 orë, që? Po, kemi jetu bashkë, do më thonë që 30 sa vjetë jem bashkë, 35 vjetë jem bashkë. Për shumë 3 në vonë. Edhe kur s'kemi pas probleme, se jemi rritë bashkë. E njeri e po. Kur të rritet bashkë, do më thonë, është diçka... Gjithë shka, na qka të menojmë bashkë, hiq pa e thonë. E dim njoni tjetërin. Që të veç pak të shërbej.